Ali podrimën edhe keni shkruar për të madhin podrimja, po I lexoj vetëm 2-3 vargje edhe pastaj do të më tregosh pse të pëlqen ty poetika e podrimës edhe vargu edhe shkrimi I tij përgjithsisht. Ditën që mbyllë syt, dielli u përhap befas në horizont. Qyteti u shtang mbuluar me petkun e zi. Klithëronin pa pra, pa pushim, sheshet, librat, mitingu I poezisë, Kosova doneste për birin e vetë, që ja mbylli dëshirat e heshtura e dallgët e metëve të pagjumta. Vërtet bukur, sepse shkrimet e mia disa për shembull në pakës ma të dhëmë shumë psikologjia në mësën në hunë gjithmonë pozitiv. Ta shko për nana ma jetë për shembull dali podrimi. Është jeta ati rasti që e ka pas, ka kriju shkrimet shumë poezit shumë pronë. Ka transmetu të gjithë. Normalisht, dhejnë ati në vëllantevin tjera, po dhe nuk më pasë shemë për fytyrën tënde. Këto varë e murana që po sillen vërdallërat shtëpisime. Zgjahu Kosovë, zgjahu nana ime dashur, balli dhe emri imi shkelur. Zgjahu Kosovë. Edhe pse ka rrëdhënie, ka patos, ka do më thonë, ka shkrime shumë sfidë. Ua vdekur jam e harruar të troje e suja gjallë. Ua masht shkimbur hisja në mbyll dera e konakut. Zgjahu Kosovë, flak e hershme ashti, tim të pëlcitun, bota në tyllet kallet. A diçka nga personalja këtu? Po, gjithsesi Alja këtu? Po, gjithsesi ka edhe nga jeta personale. Po. Sado që mundona në vargje ka pak me shrej ato me fshej. Me ik atyre, po. E po stilistikën e do? E fut brenda veprave tuaja? Po, figurat po. Po, edhe kush të pëlqen më shumë? Ku e gjen vetën? Metafora, antiteza, Se ke dëshirë të bësh në kundërvënje mendimet, sepse antiteza është figure kundërvënjes. Kundërvënjes. Po. Edhe ironinë e përdori shumë. Sidomos shkrimet e fundit, në ashtë ako morë pak të I podrimjes. U shoqërua me groteskën apo vetëm ironinë? Ma shumë ironi. Se ato dyja sikur bëhen në thella kur shkojnë ironi, sarkazëm, grotesk bashkë njëra me tjetrën. Çka ironizon më shumë? Dukurit, fenomenet, individët? Dukurit negative ma shumë. Dukurit negative.